Dhe pëse ndoshta me militantin kujdestare ka ju kushtetuese që e merë blok kështu, s'pëlej ka kushtetuta pavarësisht se... Për atë arsye edhe shtrova në aspekt juridik me shpjegu që një zavendës Ministri Drejtësisë shkruan kësi... Nuk besoj që e merë të kush seriozisht këtë parë qëndrimi, që është jo kushtetuese të pozash. Se mos e marrë seriozisht Po e merë të kush seriozisht, për çakolitë që ka posit këtë zavendës Ministri Ja, Drejtësisë. ne po diskutojmë prime time, a? Po, në prime time, po se e ke zgjedhur ti nuk e di pse. Amo vetë fjalia që është jo kushtetuese me propozu, domethënë se ti me propozu, mund të çka dush me propozu, nuk e shkel kushtetuese nëse propozon. Niveli tjerëve është më i lartë shumë se i zotit Sallahu. Pa, kjo është disa nivele të tjera, po kjo vetë fjalia e parë është domethënë ja vlen është next. Mire, keni drejtë që ndërsa i kushtuam shumë kohë, për lidhur me përzgjidhjen e LDK-s. LDK-s, janë dy anë shone. E para është që është një vendim politik e LDK-s që është shumë i mirë, që të fa natyrën përçarse. LDK-ja po dal me një ide politike me demek na tash po do me unifiku skenën politike në Kosovë. Po kjo si ide nuk është një ide që mundet me funksionu, për shkak që krejt partitë politike në Kosovë kanë qëndrimit e tyne, e ki një vetëvendosje e cila nuk do në me hime bashkëpunu me partitë e tjera, por ne kam një problem të që kjo letra që të. Po ja që zoti Haradinaj, siç tha zoti Abdixhiku, e ka pranuar. Normal, sa zoti Haradinaj që ka me bëtë të resanaj, du të me pranu se shkrunaj kushnaj letër, u me të parti që të me 4-5 deputet. Por tha tas kush nuk është i gatshëm. Ajo është të prit me një kam. Po DK-ja nuk e refuzoi me njëherë. Pra nesër, ku tha, mbledhet kryesia. Po vetëm një problem, nëse ti pithu lëvizjet e vetëvendosje, që ke bërë gjithë që do të këqia, se për thjet ashtë apet me bërë një qeveri? E tranzicionit, se për dal nga ky 6-7 mujorsh... Po dhe, ti nëse kini se qëndrimit që ka prish krejt aliancat, i ka prish lirin e medjave, i ka taku krejt, ka shkaktu për realizim, ti të shmëpojt një farë qëndrimi, pak ma të gudzim shumë me qëtë parti, cilën e konsideron që është qka që polarizu, se qka që keqe, qka që damshme. Një përgjigje për kësaj ka mujtë me konë. Përgjigja ime mbetet ajo që e kom thonë në para të Sokove, nuk me ime hyme ty në koalicion. Por që ke ideja me dalë, tashmi që ta idenë që një qeveri nacionale, tranzit, që unë nuk të kuptaj a i tha një moment historik. Unë nuk e di qëfar momenti historik jena në Kosovë. Asë nuk jena në farfazet tranzitore për ditë shka, jena shumë thjesht, vynë mu bë koalicion partit. Nëse nuk hinë koalicion partit, du të me shku në zgjedhje tjera. Qa ka me bo qaja qeveri për shamë, nëse bo që ke qeveria nacionale? Me qka ka me morë? Mu mbledh këtë partit me një ven, me met pa opozit për me zgjedh presidentin? I bije që nëse këtë partit hinë, aty mbetet vetë lista serbe... Ju po thoni, nuk është ide e mirë, apo nuk funksionan? Nuk funksionan edhe, unë ma shumë e shak to si një farë ideje që pëhen ose pëtez politik të Lumin Abdixhikut. Për të fituar qka? Po, për me fitu, për me dalë pak në pas si një partije cila nuk është në narrativën përqarse, po është ma shumë që përdojnë me unifiku. Po ta është sa mundet me unifiku një partije tretë, partit tjera, të cilat të kena PDK-n edhe vetëvendosin që kanë qëndrimit, që janë si dy partit kryesore në Kosovë, unë e këta vlejnë dyshim. Naturisht që Alianca për Amerinë në Kosovë se ka pranu. Po, ma shumë se që ka që bili mu ma kujtaj edhe pak grupin e unitetit, cikur grupi unitetit 2.0 që ka qenë. Kosova në kokone e farë situate... Grupi unitetit e ka arritur shpallin e pavarësisë. Po, për në tash, që ka me arrit që grupi unitetit i Rio, me zgjedh presidentin. Mund ka Kosova që ka të arri. Pa, mundet për një vetë me arrit në i marveshje me Serbin, jo. Cila është zgjidhja, pra, e blokadës? Zgjidhja blokadës, nuk e di cila ka me qenë, po pozicionin LDK-s me kanë pak ma i gudzim shumë. Si për shembull? Me ka qka pëdërë. Me thonë një jotë e madhe vetëvendosjes. Edhe me këshyrë nëse për i thu jo vetëvendosjes, me i hapë rrugë me folë me PDK-n. Pa, i ka thënë jo. Po, a me bo qeveri koalicion. Jo që se qeverije që me hi krejt me një qeveri, nuk e di asë që shka më bënë damja, asë që ka me punu, atë është një farë... Shumë herët në shtatë... Një farë ideje që unë menej që nuk funksionan. Po, mundët mos me funksionu, po menej që politikisht i kanë thonë një jotë madhe, sepse i kanë thonë e vetë mja mënyrë që është na bëmi pjesë e qeverisë, është një qeveri ku jem gjithë. Dhe më thonë, kjo është e vetë mja rrugë. Edhe pse ju një shumë të kështë? Po, sepse ideja është që janë kitë partit në të. Edhe për çka po, ose leximi emo në fonditës. Leximi emo që qeveri, veç emrin që ja kanë lënë qeveri teknike o kjo. Dhe më thonë, qeveri e cila... Qeveri teknike. Po, emrin e ka të bukur, qeveri nacionale e tranzicionit, po qeveri teknike. Qeveri e cila kujdeset që deri në momentin e zgjedhjes së presidentit, me pas një, si me thonë, me pas një... Katastrofë. Një caretaker.
e që ka një farë legitimiteti Vje politik. janari i shkurt i duhet zgjedhjet Mars, presidenti. nëse s'gaboj. Mars i del... Po.